Kjo struktura e re e mozaikut, ka po kemi gatuar, veç nga të 2 vite punë për të, është mozaikut kemi bërë sistemimin e hapësirave të lagjes, kemi pasur bashkëpunim shumë mirë, qoftë me bashkimin për pjesën e stolave, pjesën e stokuesve, për qoftë edhe më shumë për pjesën e lëvizjes të shtyllave të ndriçimit. E komunitetit që nga ka dhënë një dorë të mirë, që mazite bëhet një zonë rekreative për gjithë komunitetin. Dhe tani punojmë me struktura e re që sapo është bërë. Cienimi. Moderne, të thonë të gjitha standardet bashkëkohore, ka si në strukturën e vjetër që ka qenë në godin një plan. Degradim total. Në strehë polikarbonat ka një bërë në Në shërbim të funksione për ruajtjen dhe për mbrojtjen e mozaikut. Ky është vendi i rrugës, ose i zhvillet tash në momentin që do të bëhet funksionimin e mozaikut. Dhe menduar ky do të jetë rari për të gjithë turistët për të sa e madhe ashtu, kur e shef në foto nuk e kupton. Shumë bukur. Dhe praktikisht kemi sistemuar, pastruar, rregulluar çdo gjë që ka qenë. Jo stenat e varrit, jo piposi, jo luani, kolonat janë marrë nga të gjitha vendet e ndryshme, pra një pjesë e mirë janë gjetur këtu, një pjesë është marrë nga sheshe të tjera. Shumë bukur. Po bëjmë programim të gjithë itinerareve, të gjithë destinacioneve për t'i programuar vizitorët sepse vinë në orare të njëjta dhe duam ta shtrim gjatë ditës edhe gjatë javëve. Një sistem të ri dinamik biletash, tarifash që të mund t'i japin atyre incentiva si agjenci. Kjo është pjesa e parë e itinerarit, por mos sa bërë sa më të shkurtër këtë itinerar kemi menduar të bëjmë një projekt që quhet Arkeologu Vogël, ku në bashkëpunim me gjithë do të kemi shkolla, që janë shkolla 9 vjeçare të vinë edhe të merren me procesin e arkeologjisë, me procesin e zbulimit. Shumë bukur. Perfekt. Ishte faza parë, faza letrin hartë e strukturës, pastaj pjesa e muzealizimit që kemi menduar, dhe pjesa e digitalizimit. Cieni, respekt. Ervin Bërzolli është një djalë i ri që është kthyer nga disa vite që ndjek të fejuar në jashtë dhe jeton në jashtë, po piktor, fotograf. Është kthyer dhe po na ndihmon me muzealizimet e reja të objekteve që kemi mbaruar, edhe tek Teatri Kukullave, edhe këtu. Përmuar në krije dhe muzealizimin dhe për ta kthyer në informatet më digitalizuar, do të ketë ekspozitorë të posaçëm për artefaktët, gjithashtu dhe instalacione interaktive dhe veçanërisht do ketë opsione të dedikuara për fëmijët, duke i quajtur muzeon e fëmijëve. Mozaikët do të fotografohen në format 3D, ku të gjithë turistët do kenë mundësi të shohin, edhe përmes dokumentarëve shqip anglisht të përkthyer dhe me audio video, në mënyrë që e gjithë eksperienca kjo të jetë një sit i ri, turistik, kulturor i vizitueshëm edhe gjatë sezonit. Është dhe kapi që është kapi civic që ka dalë shumë dhe zyrët. Pjesa zyrë, pjesa administratës, por dhe një pjesë me ne kemi menduar për workshop e seminarë me ministrinë, për qoftë dhe me drejtë të përfaqësuar. Gjatë një gjithë që kemi pasur dhe një gjithë që kemi marrë nga vendet tjera, kemi bërë një mini ekspozitor, një mini. Por pjesa e dytë vjen tani, kryeministri, që është pjesa virtuale. Kjo pjesë është e ekspozuar. Shë. Shumë bukur. Kjo është menduar që në momentin që të kemi seminare apo workshop-e, në do të përkëzjes dhe projektohen funksionet e saj. Në ekran. Shumë bukur. Në verë instalohen dhe të gjitha pajisjet multimediale, poshtë, që do jenë pjesë e muzealizimit 2 për pjesën virtuale. Pra, jo vetëm mozaikët janë këtu, po dhe nga gjithë vendi virtualisht mund të shkojmë këtu. Në muzeon dhe mozaikëve të gjithë Shqipërinë, thjesht për Qartë. Shumë bukur.
Faleminderit. Faleminderit. Dhuratë nga fëmijët, gjithësinë e çantën me Faleminderit, faleminderit. Në fakt do t'ju japim ne dhurata juve, po Faleminderit. keni dhuratë muzeu. Përpafshim. Aty ai këndi aty mund të bëhet më i bukur për komunitetin, mund të jetë një stol i vazhduar. Që të ketë më shumë vend për të ulur, se jam i bindur që këtu vinë shumë njerëz. Në sigurt, po nuk kam që të rinë në këmbë. Po, mund të bëhet shumë bukur aty. Se shtrimin e ka, aty vetëm do një stol që gjarpëroj. Edhe bëhet si vazhdimi kësaj. Shumë bukur. Me mua? Po ç'më do mua? Hajde. Si e? Gigant. Ai vëmë. Çai bozo sa mele no, që çesë u zbat, po e takosh atë i vitet sikur i vitet bota. Kujt më u? Angela Merkel sa aty atë. Ai bozo sa do. Më pashim. Po e këtë shok. E ka bërë më të jetueshme gjithë lagjen, është shumë. Po. Shumë bukur është.